ti u diagnostifikove me një smundje, me tumor, e cila të ka rikthy 3 herë. Po, ka qenë brenda një periudhe dikon 3 javë jemi diagnostifiku me tumore dhe për shkak të aspekteve të financiare të trajtimit e tjera që shkojnë, jam detyru se në atë kohë isha me vizë studentore për shkak studimeve doktoratës edhe nuk kisha një sigurim shëndetësor të nivelit çfarë kërkohet për mbulimin e tërësishëm të aspekteve shëndetësore edhe një vit nuk i kom tërgu askujt, do thotë unë kom marrë një vit smundjen pa trajtim, pa i tërgu askujt edhe jam operu për herë të parë pas një viti. Deri në ditën kur kom dalë për operacionit, ka qenë si lloj pirje, kështu që se kom ditë realisht në për çka jam tu kalu. Mi ka qelë syt periudha kur jam kthy në shtëpi dhe djali 2 vjeç e gjys në atë kohë, kur çajke kërkojke me u çu, me lujt, me ngrit, me lujt me ta. E ti ke qenë në regjim shtrati? Kom qenë 5 javë në regjim shtrati, nuk kom mujt me lëviz, përpos deri në banjo edhe prap, për shkak komplikimeve brenda në organizëm si shkak i operacionit. Aty ka qenë mësimi i parë që koha është gjëja më e vlefshme që japim dikujt edhe prioriteti numër 1 është familja. Pastaj u riktheve në shtëpi, fillove procesin e rikuperimit, edhe pastaj të rikthehet sërish. Ka qenë do thotë tumore në një organ tjetër. Po. Në ata 6 muaj ndërmjet vdes baba, që ka qenë gjithashtu një goditje shumë e madhe për mu. Kthehna prej varrimit, infektona me Covid, tash paramendoj gjendje shëndetësore edhe një 4 javë tjera, edhe 2 muaj mrapa ndërhyrja e dytë, nuk e kom marrë shumë tragjike. Herën e dytë? Herën e dytë. E herën e parë, a kem përjetu si tragjike? Tash, kur jam kthy në shtëpi, dhe çështja e kohës, se shisha djalin, gjatë asaj kohe mirë lind 90% njerëzve. Që në kohën kur kom qenë në për institucione, në për pozita, në për... Nuk janë nalë të më shkruet, të më thire. Momentin që kanë kuptu që kam probleme shëndetësore, 90% aty në njerëzve kurmo nuk më kanë shkruet. Kurmo. Jo veç atër, asë, kurmo. Edhe kanë qenë shpesher njerëz që kohën që unë është dasht me ja kushtu bashkëshortës e fëmijëve, unë ja kushtu atyne. Herën e dytë ka qenë në seri të trënditjeve të them tjetës, goditjeve tjetës. Halo pa u që mirë, me u përplas prap. Herën e tretë, tash prap herën e tretë në një organ tjetër. Tjetër. Dhe herën e tretë, aty edhe kom fillu është, thëmë, periudha e vetë reflektimit më të thellë. Edhe për aty kom fillu me marrë vendime, me ndryshu shumë çka në jetë. Shqetësimin e vetëm e kom pas çka nëse u ndroj jetë, ku po mbetet djali. E pas që pas na njoft shumë njerëz, po me që dasha mirë pas na pas shumë pak. Kisha pas shumë njerëz njofshëm, po me që dasha mirë shumë pak. Edhe brenga ishte në çfarë bote e leo unë fëmin, kush e edukon, kush e renafër, mos des, kur të canë si unë konë, mos des bilit që ta shte. Edhe... Se po du dërim, por se jemi ka fund.